Qarkullimi i automjeteve këtë të hënë në aksin nacional Librar-Shjaftan kryhet me vështirësi, ndërkohë që vetëm një kursi e gjysmë është e hapur për përdorësit e rrugës, pasi ende një pjesë e guri vijon që t'jetë në rrugë. Ajo që të bën çudi një ditë më pas është mungesa e autoriteteve në vendngjarje për të këshilluar drejtuesit e automjeteve. Ndonse për më shumë se 10 orë disa mjete të rënda një ditë më parë punuan një herësh për të çembur skarpatën e dëmtuar dhe për ta bërë rrugën të hapur për drejtuesit e mjeteve, rreziku konstatohet edhe sot. Në kursinë e bllokuar mjetet e tonazhit të rënd e kanë të pamundur të shkëmbehen. Ata që e përshkojnë këtë aks shprehen të pasigurt. Një banor i zonës Afet Duka, i cili shpëtoi mrekullisht masivit të rënë në rrugë, tregon për momentet që mund t'i kishin marrë jetën së bashku me nënën e tij. Unë isha i pari që isha të gujma që u shem dje, edhe ndalova qarkullimin. Një makinë hyrë para me, ndalova atë dhe para kaloi, po vinte gujma se u shem nga pak. Fillimisht anë ka gurë vegjël ishin nga kaq, pastaj rëshqite gjithë njerë, unë isha të prezent, edhe rëshqiti njerë që ranë gjithë gurë të mëdhej pastaj. Dhe ndaloj qarkullimi komplet i gjithë. Erdhi policia rrugore, më tha mua ke dëmtim, ke dëmtime, ke gjë, kam dashur makina është prishur, targe makinës aty në grëmat gurës, isha me mamën dhe çojnë në spital për vizitë, edhe thanë mirë, hapet rruga, do flasim mbrapa, më thanë mua, për dëmtime, për gjëra, çfarë keni, çfarë ashtu. As pyetën fare, jeni smura, keni smura, gjë, fare, nga pyetën fare. Qyrë që nuk pat makina mbrapa se i kam mbrap, se pash gurë të vegjël që po bijnë një nga një. Qyrë që nuk ishte makina mbrapa se s'kisha kutika, do m'zijnë gjithë gurë të mëdhej, do m'zijnë poshtë. Më pas kërkon dëm shpërblim nga firma që mirëmban në rrugën pasi mjeti i tij është dëmtuar nga gurët e parë që u shkëputën nga mali, si dhe kërkon marrjen e masave nga autoritetet që të rikthehet siguria në rrugë. Si fare, firma tha është naturale, tha që rëshqasin zderat, tha shumë pse rëshqitën dje par djetër. Isha rëshqisin djeta, jo, ku gërmuat jo, ata gërmuat, par ne rëshqiti. Një ditë më parë kreu e autoritetit rrugor Ami Kozeli mohoi që shkak i shembjes së masivit të jenë bërë punimet që po kryhen për zgjerimin e korridorit të 8, por është fakt se shumë pranë segmentit të dëmtuar shihen mjetët që po punojnë për gjurmën e re të rrugës. Sa kaq ambientalistët janë duke shprehur shqetësimin e tyre për mbetet e hedhura në lumin Shkumbin.